إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Me të vërtet lavdërime dhe falënderimet I takojnë vetëm Allahut. Ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Ekzistojnë disa shkaqe apo disa sebepe që e ndihmojnë besimtarin që të jetë I devotshëm, që të jetë musliman I mirë, që të jetë besimtar I mirë. E para që ta cekim sot është vizita e varrezave. Sepse e dim se atje janë të varrosur familjarët e tanë, dikush e ka babën, dikush e ka nanën, dikush e ka të dytë, dikush e ka në vëlla të varrosur. Vizita e varrezave neve na I kujton në ahiretin, na I kujton botën tjetër, na I kujton natën e varrit. Prandaj, është për sunetit të pejgamberit alayhi salam, e shkullëm I vizitu varrezat, nëse mendojna, nëse logjikojna, edhe na kujtohet se moti s'ka pas asnjë vorem. Mirë është me shku deri tek varrezat, I përshëndet banorët e varrezave me selam. Edhe me përkujtu se edhe na një ditë kina më kanë prej banorëve të varrezave. Edhe na një ditë kina me dek. Edhe kjo na përmirëson neve jetën e përditshme edhe na bën më të devotshëm. Për këtë shkak, pejgamberi alayhis salam ka këshilluar në hadith dhe ka thënë: vizitoni varret sepse ato do t'ua kujtojnë vdekjen. Ta kujton se ti një ditë ke me dek. Ta kujton se kjo botë është kalimtare, e ka fillimin edhe e ka fundin e saj. Kime jetu sa kime jetu, një ditë ka marrë vdekja, edhe kemi lan krejt sanet e dunjas që I ka pas, me pasuri, me fëmijë, krejt të mirat kemi lan. Kemi marrë në veti vetëm veprat e tua të mira. Që ato kanë me të bë dobi në varr, kanë me të bë dobi në botën tjetër, kanë me të bë dobi në ditën e gjykimit. Mitraf ibn Abdullah al-Shahiri ai tregon për vetveten ngjarjen, e tregon një ngjarje për vetveten e tij që I ka ndodhur. Thotë çdo javë vija prej një fshati të Basrës që ta falja namazin e xumas. E kisha zakon që gjatë rrugës u nalësha tek varrezat edhe ju jepsha selam varrezave, banorëve të varrezave. Mirë po, natën thotë kur është në gjumë, pastaj e pash një ëndër, një njeri që ishte I varrosur në ato varre, edhe e dëgjova duke më thënë: "O mitraf, pse sot nuk e jep te varrezat, pse sot nuk lutja për neve?" Pasha atë në dorën e të cilit të shpirti jam, thotë. Betohet në Allahun, thotë se Allahu I lartësuar për shkak të lutjes sate, thotë tërë javën neve na I kanë ndriçuar vapët. Ky besimtar I mirë ka shkuar tek varrezat, I ka përshëndetur me selam, ka bë dua për banorët e varreve, për të vdekurit. Edhe I ka ardhur në ëndër, herë tjetër kur s'ka shkuar, pse nuk erdhe ti? Se për shkak të lutjes tone në një javë ditë Allahu neve na I ka ndriçuar varret.
Pra, prej sendeve që na mujna mi po dobi të vdekurve, është me bo lutje për ta. Me bo lutje për ta që Allahu mi falë, Allahu mi mëshiru, Allahu mi andrishu natën e varit, Allahu mi alecun natën e varit, që Allahu mi shtin gjenet, është obligim jone, që dhe mos për të afërmi tanë, për familjarët tanë, me pos gajle për ata. Muhammed ibn Mesiju të regon, thot, njerët kalua për sej varezave, dhe kalim të thash la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Pas kësaj thot e dëgjova një zall që thirrë dhe tha, o Muhammed tha, thuaj sa më shumë të fjalë sepse pasha Allahun. Sikur ta dije se çfarë shpërblimi për këtë fjalë, do të njëjtat do t'i përmendje sa të shpërim. Njani e ka dëgju tek varezat, një zall i thon, me di se çfarë shpërblimi ka kjo fjalë, do thonë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, do të këti që e përmend këtë dhikër apo këtë fjalë apo këtë dëshmi, sa ta kish jetën deri në frymarrjen e fundit. Pra të vdekurit, banorët e varezave, dojnë më këthy prapë këtë botë me bona i vej për të mirë, ama nuk mund më këthy ma, s'ka këthejmë prapa. Nëse na sa t'ina gjallë, me shfryzu këtë jetë tonë që e kina të shkurt, që është jetë e shkurt, me shfryzu me vej për të mira. Me shfryzu me ibadete, me adhurime, me vepra që e kënaqin Allahun subhanahu wa taala, që me fitu xhenetin. Se kjo botë është e shkurt. Sa fleç kina mi, që kanë thënë kanë shku 60 vjet si 6 ditë, kanë shku 70 vjet si 70 ditë. Po pse dikush e ka arrit pleqërinë, dikush edhe nuk e arrit pleqërinë. Dikush shpreson që unë kur dal në pension, unë kam jenis më fal, kam u bë i mirë, ama kur kush nuk garanton se filani ka me dal në pension. Kur kush se din se kur e kena vdekën. Kur kush nuk e din se kur me laçja vjen me leku i vdekës vjen me ta marr shpirtin. Prandaj vdekja vjen pa prit e pa kujtu. Dhe sa besimtari çdo përgatitet për vdekje. Përgatitet për frymarrjen e fundit, kur t'ia dorëzojë shpirtin Allahut subhanahu wa taala. Se njeriu çështë që ka fundin, çështë do të ringjallet para Allahut subhanahu wa taala. Kush ka me kry namazin vendin tanë, nëse ti nuk e ke kry këtë botë? Kush ka me agjeru kur dhe shti, nëse ti s'ka agjeru këtë botë? Kush ka me dhanë sadaka kur të vdesë shti, nëse ti nuk e dhanë këtë botë? Kush ka me bo vepra të mira në këtë botë, pasi që ti ki me dekë? Prandaj, shfryzoj këtë jetë, me fal namaz, e me agjeru, e me dhanë sadaka, e me bo vepra të mira, para se mu bo vonë. Para se me të mshenjë më të tefteri, para se ty me të mshenjë, regjistri i veprave tua të mira dhe të këqija. Pra vepra, edhe puna, sa Allahu ishe veprat e juaja. Çdo vepër të cilën na e bajna, Allahu e sheh. Çdo vepër të cilën e bajna regjistrohet në regjistrin e veprave të mira ose në regjistrin e veprave të këqija. Ajo mushët natë e ditë. Dërsa kur të merrem në llogari ke ka mushfaq. Filani e ka bë këtë vepër, filani e ka bë këtë vepër. Kanë me dëshmu gjymtyrët e trupit. Goja ka më mshenj, shekina cek. Gjymtyrët kanë me dëshmu për veprat të cilat na i kemi kryer. E para ke vizita e varezave, ndërsa e dyta është e rikujtimi për hershëm i vdekjes. Në çdo herë do të më mendu, do të me logjiku se një ditë kena me vdekë. Edhe kjo neve na ban më të devotshëm, na ban më të mirë. Sa i cili e kujton vdekjen, i kryen obligimet. Ai i cili e rikujton vdekjen, largohet prej gjunaheve dhe bëhet musliman më i mirë. Fatima ibn Abdul Maliku, vashortja e Omar ibn Abdul Azizit, tregon se Omar ibn Abdul Aziz kur u shtri për me vjet, ka lëviz në për kravatin e vetë që ka pas, o sill, o pështill, s'ka mujt me fjet, i ka thonë bashortja e vetë, o prisi besimtarëve, pse nuk i duke flajt? A i thot, si të thnej kur ky shtrat në të cilin jam shtrir, ma kujton varin në të cilin do të shtrihe. Pra Omar ibn Abdul Azizit, kravati vetë, apo shtrimi janë krevet, ja ka kujtu shtrimën në varë,
Thotë qysh me fjet, kur qysh jam shtri këtë kravat, unë kam ushtri në varr. Qysh mu më mëzon gjumi. Këto kanë qenë besimtarë të devotshëm. Këto kanë qenë prisit e drejtë, që kanë gjykuar me drejtësi dhe Allahu ju ka dhënë bereqet. Dhe Habibu e përmend se Sufjan al-Thauri kishte lexuar Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Ju ka hutuar rivaliteti për të shtuar. Ju ka habit garimi për me shtu pasoni, për me shtu të mirat e kësaj bote. Po derisa të shkonin varre. Hatta zurtumul maqabir. Derisa të shkonin varre. Pastaj keni me pa se gjithçka ka qenë kot. Çdo garim që e keni bë për jetën e kësaj bote, për të mirat e kalimtarët të kësaj bote, këtë kanë qenë mashtrim. Këtë kanë qenë të përkohshme. Hatta zurtumul maqabir. Derisa të vijë vdekja, derisa të shkonin varre. Gjëja tjetër që është prej faktorëve të devotshmërisë është ndjenja e mbikëqyrjes së pandërprerë të Allahut subhanahu wa taala. Ndjenja edhe mendimi se Allahu neve na ka mbikëqyrje në çdo moment edhe në çdo sekond. Në çdo moment Allahu neve na sheh. Allahu neve na dëgjon. Allahu në çdo moment e din se çfarë veprë na veprojmë. E na kur ta kemi në kujtesën tonë mbikëqyrjen e Allahut, shikimin e Allahut, dëgjimin e Allahut, shikimin e Allahut që na shikon veprat e tona, atëherë na do ta përmirësojmë vetveten tonë. Do ta përmirësojmë jetën tonë. Do ta përmirësojmë çdo ditë tonën që jetojmë na. Sa ka që jeta. Ditë nat. Kalon dita, flan, çosh prapë nesër, prapë ditë e njëjtë. Dita është e njëjtë. Mirë po, aja veprat e tona të njëjta. A jena na që kena përmirësu vetën ajo? Po shkojnë ditë e tona. A është dita e sotshme ma mirë se e nesëmit? A është dita jonë e sotit ma mirë se ajo që ka kaluar? Po, se cili na për neve do të me përmirësu vetën. Se sot atë ditë që vjen e re, na do të mu përmirësu me shtu veprat e mira. Çdo vit, çdo ditë e re që vjen, na do të mu përmirësu mi paku mëkatet, me lutë Allah, largon pi gjunave, largon prej mëkateve. Me lutë Allahun që Allahu na largoj prej gjunave, ose nëse na largon prej gjunave, na ka ruajt edhe prej zjarrit të xhenemit. E kjo është shkaktari më i madh i devotshmërisë, pra ndjenja se Allahu neve na sheh. Edhe pse na nuk e shohim Allahun, ndërsa ai na sheh neve. Kjo është ihsani. Me ditë se Allahu na sheh, ndërsa na nuk mundna me pa ata. Kjo është ihsani që na ka treguar pejgamberi alayhis salam në hadithin e Xhibrilit. Këto kanë disa prej faktorëve për më kon të devotshëm. Mirë po janë edhe disa faktorë apo disa shkaqe që neve na e paksojnë devotshmërinë, na bojnë më pak devotshëm, na bojnë më pak me pas frikë Allahun subhanahu wa taala. E para është kujdesja, është pakujdesia, është gafleti. Sa për njerëzve janë gaflet, janë shkujdesje, e besojnë Allahun, e din se Allahu i sheh, e din se Allahu i dëgjon, e din se melazhet i shkruajnë veprat e mira dhe të këqija, mirë po janë shkujdesje se kujtojnë ta, e harrojnë ta, ose e kujtojnë shumë rrallë. E njeriu i cili bën shkujdesje, edhe nuk i kujton këto sende, atë ndikon në dobësimin e imanit, ndikon në pakësimin e devotshmërisë, bash musliman ma i dopt, bash musliman ma i keq. Allahu i lartësuar e ka përmendur në Kur'an se ka njerëz që kanë zemra por nuk kuptojnë. Dihet se zemra kanë keq. Disa për njerëzve kanë zemra por nuk kuptojnë, kanë sy ama nuk shikojnë, kanë vesha por nuk dëgjojnë. Është për të çudit me disa njerëz apo me shumë për njerëzve, Allahu i çon sprova që ai më kthej rrugës Allahut, ma nuk e kupton. E ka bëni të keqe, Allahu ja çon një sprov, Allahu ja çon një bela, ky vazhdon akoma më shumë.
Nuk e kujton se kjo sprovë që Allahu ta ka sjell, është që ti me të kthej rrugën e drejtë, është ty që me të pastrua. Vallai, janë plot shembuj të njerëzve të ndryshëm. Allahu thot nuk është udhëhec në kur gjë. Namazin nuk e fal në rregull. Në kamat po. Në haram po. Allahu e çon sprova që ai nuk kthy rrugën e vërtetë. Mi pa i vazhdon akoma në mëkate, edhe thot se sa të mhec. Po s'mund me të hec në mëkate. S'mund me të hec kur e lë namazin. S'mund me të hec ty kur ti e hidhron Allahun subhanahu wa taala. S'mund me të hec ty mon kur ti hin kamat. I shpall lut Allahut subhanahu wa taala. E blen i shtëpi me kamat, duke shpresuar që i bëhet më i lumtur, aty vetë i duke e fundos vetën tane. I ti bëhet vetës tane. Menon që me bëj çat shtëpi apo çat banesë, ki mura atu. Ajo është e kundërta. Ajo është e kundërta. Ajo ka më shtëpi e pikëllimit, banesë e pikëllimit. S'ka hajër prej asaj shtëpie, prej asaj banese që merret me kamat. Vallai edhe çështë e kam punën. Çështë i kam punë, zonë kam, s'kam ka me jamajt. Edhe shka me bëjë s'ki kam jamajt, me një kamat. Mi shpall luft Allahu subhanahu wa taala. Tani, njerëzit thojnë, pse së të mhec? Ose thojnë, hoqo, apo më fërinë se si kam punë të mirë. S'ka nevojë me të fërinë. Ti si ki punë të mirë, pse ja ke kthy shpinën në udhëzimit të Allahut. A që shka thënë Allahu? Kush ja kthen shpinën në udhëzimit Zotit, ja me dhënë jetë të keqë, ato jetë vështirë. S'ka lumë të rinë mëkate. S'ka lumë të rinë gjunaha kur ti e hidhëron Allahun subhanahu wa taala. Kuptohet se që dhe ka sa kitë njerëzit kanë zemra. Mirë po zemrat e disave janë të gjalla, e zemrat e disa të tjerëve janë të vdekura. Edhe pse zemrat i kanë gjalla mrejna në trup, gjaku qarkullon, trupi hec, ama janë të vdekura. Të brendshme e kanë të vdekur, shpirtërorën e kanë të vdekur. Pse? Pse e kanë haru Allahun subhanahu wa taala. Një njeri i tillë që i ka vdek zemra, i dëgjon dersat, mirë po s'kupton kur gjë. Sepse zemra e tij është e volosur, ashtu që nuk mund të vedizohet. Sa prej njerëzve, edhe pse këta vjen se të pakt. Ato që marrin ditori, ato që prezantojnë në ligjërata janë të pakt. Mirë po edhe prej atyre ka që zemrat i kanë të vdekura, vinë xhami, prezantojnë ligjërata, mirë po vazhdojnë prapë me mëkate. Njeriu i cili vjen xhami, vjen apo ligjërata, apo frikë Allahun, mundohet me marr dije fetare, dije që ta afron te Allahu subhanahu wa taala, ai patjetër se ka me përmirësu vetën, ka më bëu më i mirë, jo më i keq, ka më forcu, jo më dobësu. Tjetra është që është prej faktorëve të paksimit të devotshmërisë në mëkatet. Mëkatet janë faktori kyç që ty dobësohet devotshmëria, dobësohet imani. Mëkatet janë shkak që me të nxjerrë ajo jote. Mëkatet janë shkak që më të nxjerrë ftyra jote, se mëkatet ta nxjerrin edhe ftyrën. Gjunat ta nxjerrin edhe ftyrën. Sa që ka për njerëzve mo çat që bëjnë mëkate, ju nxjerrët ftyra, ju nxjerrët zemra, pastaj mo nuk kanë punë fal ndjenje, këtë normale kanë në gjuna, këtë normale kanë mëkate. Bile me vepru të kundërtën i duket dallash. Sa për njerëzve i përqeshin ato të cilët falen, thotë çka jeni të bëjo, që e çani kryet të poshtë. Lujnë me vajzat, me motat muslimane, shka kjo shami në kokat e juve, në cëllën shekull imi duke jetu. Sa aty me ju është volos zemra, si janë gjendje me kuptu të vërtetën, edhe i përqeshin besimtarët, i përqeshin muslimanët. E shtimi mëkateve shkak që në zemër të ndihet ngushtësia dhe kur mëkatet tërësisht e mbulojnë zemrën, ai bëhet e volosur. Ka në hadith të pejgamberit alayhi salam se ka thënë, o njerëz, pendojeni tek Allahu. Dhe luteni atë që t'u afal gjunahet, sepse unë në një ditë pendohem më shumë se 100 herë. Në një transmetim tjetër, më shumë se 70 herë. Ka kërku istighfar, ka kërku falje pejgamberit alayhi salam.
që i ka pas mëkatet e falura. Edhe të kaluar të ardhmët kur ka idu pejgamberi sa i ka pas të falura gjunahat, ndërsa i ka kërku falje Allahut një herë në ditë. Na do të më kërku falje akoma më shumë, non stop me istighfar, non stop me lut Allahun, që Allahu na falë dhe Allahu na mëshiroj. Se mëkatet e tona janë të shumta, ndërsa pejgamberi alayhis salam ka qenë njëri i pastër. Ka qenë vula e gjithë pejgamberëve, njëri i zgjedhur i Allahut. Ndërsa na plot në mëkate, na do të non stop me kërku falje Allahut subhanahu wa taala. Faktori tjetër që shkakton paksimin e devotshmërisë është edhe teprimi me vepra që në bazë janë të lejuara. Por po sta të prosh dalën gjuna, ti më hangër me pijë është e lejuar. Çdo të prosh ban gjuna. Me dal me ec. Është e lejuar, më nëse trish ta ditën jashtë, atë dalë edhe në gjuna, se domthon ti je duke u marrë me sende që ti ta humbi kohën. Me kështu futbolli është e lejuar, ama jo 2-3 loja në ditë. Sa të herë del humbje koha dhe del në gjuna. Pra njeriu do të më pas kujdes se ku e harxhon kohën e tina, ku e harxhon jetën e tina, se kjo jetë është shumë e shkurtë. Vdekja vjen sa ora, pa pritë pa kujtu, pra ata shfryzojnë vepra të mira. E tjetra, e katërta, harxhimi i kohës. Treta të se në ceka është harxhimi i kohës në sendet që janë të lejuar, ama e tepron. E katërta është harxhimi i kohës në sende të kota dhe që janë haram. Harxhimi i kohës në filma të ndryshëm që janë haram i shiku. Harxhimi i kohës duke shiku seriale të ndryshme që është haram i shiku. Ka muzikë, ka gjinit kondër që e sherë. Edhe, pastaj, dobësohet imani, dobësohet edhe devotshmëria. Shumica prej muslimanëve sot nuk i kushtojnë kësaj rëndësi. Nuk i kushtojnë rëndësi kohës. Nuk i kushtojnë rëndësi shëndetit. A këto janë dy begati që Allahu subhanahu wa taala na ka dhënë neve. Shëndeti dhe koha e lirë. Kështu na ka treguar pejgamberi alayhis salam. Se sa prej njerëzve dojnë me vonë vepra të mira, smunët. Smunët me dalë në xhami, se smunët me hec, smunët me dalë në xhami sa është i smut. Shfryzoje sa je i shnosh. Sa Allahu të ka dhënë shëndet, shfryzoje me dalë në xhami, shfryzoje me bë vepra, shfryzoje ndavet, shfryzoje vepra të mira. Se pastaj kur smuhesh, s'ke me mujt. Kto është edhe një mirë, se ti nëse kur ke mujt, i ke bërë ato vepra të mira, kur smuhesh edhe nuk ke arsye të smuhesh mi bë, Allahu subhanahu wa taala akoma ti shkon ato vepra të mira. Se ti shekon i shëndosh, i sheva halak, i sheva vazhdu. Kjo është Allahu subhanahu wa taala. Vesh me njëtin që ti e ban, edhe nëse një vepër ti smuhesh me bë, je mundur me s'ke mujt, Allahu ta shkron në kadarin e veprave të mira. Allahu ta shkron si sevap, Allahu ta shkron si shpërblim, subhanallah. A mëkatin, kur e bëjnë njëtë për me bëjnë dhe su ne bëjnë, Allahu nuk na shkruan gjuna. Kjo është mëshira Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu, a mos vallë keni menduar se ne ju kemi krijuar kot dhe që nuk do të ktheheshit tek ne për të gjykuar. Thot Allahu, a mendoni se kot ju kena punë këtë dunjë? Jo. Allahu na ka punë edhe këtë dunjë me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Nuk i kam krijuar njerëzit dhe xhinat për poshtë të madhërojë. Kështu thot Allahu subhanahu wa taala. Pas kryerjes së farzave, vjen kryerja e nafileve. Prej faktorëve kryesorë që neve na shtojnë devotshmërinë, na shtojnë imanin, janë farzat. Farzat e kanë shpërblimin më të madh. Pastaj vijnë nafilet. Na pas farzave afrohemi tek Allahu me nafile, me vepra vullnetare. Sa më shumë që të kryejnë vepra vullnetare pas farzave, sa më shumë që kryejnë vepra vullnetare, aq më shumë afrohemi tek Allahu subhanahu wa taala, aq më shumë neve na don Allahu subhanahu wa taala krijuesi i gjithësisë. Thot Ibn Jauzi, thot është e çuditshme çështja e njeriu. Është i sigurt se do të vdes e nuk e ka lënë çdo frimarrje të tij në nënshtrim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Për njeriu, këtë jetën e tij do të pas ibadet, adhurim. A dihet se ibadet është më fal, është më agjëru, më dhon sadaka, më lutje, më bëj istighfar, më bëj vepra të mira. Mirë, ka dhe vepra që shumica njerëzve që konsiderohen edhe ibadet, nëse ke njëjtën e pastët edhe njëjtën e mirë. Nëse ti bën bismillah dhe shkon punë, e kërkon riskun me halal, edhe kjo është ibadet.
Nëse ti që bjen herët, i merë se bejpët, i bjen herët për me pushu që nëse më që me falë sabajnë vakt. Edhe kjo është ibadet, edhe kjo është adhërem, për të muslimanit, ta një jetë ati është adhërem. Mjafton me ditë, mjafton me logjiku, dhe me njoft Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit alayhi salam. Pra më dhe gjumin që e ban, me pas ibadet. Pse? Që si të rame vlejtë që nesër, më që më adhuru Allahu subhanahu wa ta'ala. Ti, qëta është i të flejtë që nesër më që dhe më kërku rizkon. Edhe gjumit konsiderohet ibadet. Çfarë shpërblime dhe çfarë mundësi neve na ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Vërtet zemrat qetësohen me përmendjen e Allahut. Thot Allahu fadhkuruni adhkurkum. Thot, prandaj më kujtoni mua, thot Allahu me namaz dhe me lutje, që unë t'ju kujtoj juve. Kujtojeni Allahun me namaz, duke adhuru ata. Kujtojeni Allahun me lutje, duke i qut durt edhe me thonë o Allah, jep ma këta dhe këta. Mos ngurani me lutë Allahu subhanahu wa ta'ala për çdo nevojë të jetës suaj. Për çdo nevojë që e ke. Para mëni sa shumë e kanë lutë sahabët, sa shumë e kanë lutë Allahun subhanahu wa ta'ala. Qatë shumë thuhet që sahabët e kanë lutë Allahun kur ka puna dhe për tojat e patikave apo të kundrave të asoj kohë që i kanë pas, dhe për tojat e kanë lutë Allahun subhanahu wa ta'ala. Qatë shumë që kanë bërë lutje. Dhe sahabëve nuk janë preokupu sahabët se Zoti ja na pranon lutjen ajo. Ata janë preokupu me bë lutje, me adhuru Allahun, se vetë lutja, duaja është ibadet që e kënaq Allahun subhanahu wa ta'ala. Se janë brengos pasaj sahabët, Zoti ja na pranon ajo, se e kanë ditë. Kanë pas mendim të mirë për Allahun, e kanë ditë se Allahu nëse hajë kjo për neve, Allahu na jep neve. Nëse është herë Allahu s'na jep, pra kanë pas mendim të mirë për Allahun. Edhe Allahu i ka ngrit në gradat e larta. Allahu i ka ngrit në gradat e larta, saqë disa prej sahabëve Allahu i ka përgëzuar me xhenet prej jetën e kësaj bote. Prej jetën e kësaj bote kanë qenë të përgëzuar me xhenet, subhanallahu. Çfarë begatie, çfarë mirësie. Prej në dunjë më kon prej banorëve të xhenetit. S'ka kënaqësi më të madhe se kjo. Prej shenjave të devotshmërisë së vërtetë, se krejt shplot për njerëzve pretendojnë se janë të devotshëm, janë të mirë. Mirë po të vërtetët janë të pakët. Shenjat e devotshmërisë së vërtetë janë veprat të cilat i bën njeriu janë njëjta. Sikuro para njerëzve, sikur kuro vetë. Si në vetëmi, si publik, qatë namaz e ka, qatë agjerim e ka, qatë lutje e ka. Njëjta. Nuk më njohë, kuron publik me zgjatë namazin, me zgjatë lutjet, me zgjatë leximin e Kuranit, jo, është njëjti. Si në vetëmi, si në publik. E kjo është prej shenjave të devotshmërisë së vërtetë. Kjo prej shenjave se kjo është besimtari i vërtetë që e don Allahun subhanahu wa taala. Edhe kjo është prej shenjave të sinqeritetit, të njëjtit të pastërt. Dihet se besimtari duhet të qenë i sinqert në veprat e tina, në fjalët e tina, po i sinqert. Çdo vepër të cilën e kryen me bë për hir të Allahut subhanahu wa taala, që me fitu kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. E prej shenjave të devotshmërisë së vërtetë është edhe pendimi për veprat e këqija, edhe gëzimi kur kryhet ndonjë vepër e mirë. Pra besimtari i mirë dhe i devotshëm, ai pikëllohet kur bën gjëra. E ndin vetën shumë ciklet, edhe shumë ket kur e hidhron Allahun subhanahu wa taala. Edhe gëzohet kur ta bëjë një vepër të mirë. E bën me çfarë veprën e mirë, se din se shpërblehet te Allahu subhanahu wa taala. Ka një transmetim se Aisha radiallahu anha, kur ka dhënë diçka sadaka, një herë ka parfymos tani ka dhënë. Se ka thonë kjo sadaka ka thonë shkon një herë te Allahu, tani shkon tek fukaraja. Para mëno, çfarë vepra kanë bërë? Edhe mënyrën se si e kanë bërë veprën e mirë, e ka parfymos, sendin që ka dhënë me dhënë sadaka e ka parfymos. Se ka thonë një herë shkon tek Allahu, tani shkon tek fukaraja. Aisha radiallahu anha, nauna besimtarëve, që ka qenë kujdesshme në veprat mira. Njëherë, duke ju drejtuar ushtrisë muslimane Omeri radiallahu anhu, tha, këtë gëzojnë veprat e mira, dhe kanë e pikëllojnë veprat e këqija, ai është ta besimtari vërtet. Kjo është besimtari i mirë. Kjo është besimtar hakikat.
pikëllohet në mëkate dhe gëzohet në vepra të mira. Allahu na bëf për atyre që pikëllohemi kur bëmi mëkat. Allahu na bëf për atyre që jena të fal prej anës Allahu subhanahu wa taala. Allahu na bëf për atyre që jemi prej banorëve të xhenetit Firdaus, që të him në xhenet pa hesab dhe pa llogari. Alus Allahu na madhruar me na mësu me pas fundin e mirë. Alus Allahu na madhruar me na ndriçon natën e varrit, me na lehtësuar në siratin dhe alus Allahu me na të vënë në xhenet çashtu që na ka të vënë këtë vend. Zoti ju shpërblet për dëgjimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.